Nuk e ka marrë vesh me sa duket. Me sa duket, ja. Është ende në gjumë. Nuk e ka hap TikTok-un këto ditë me kontrollu, sepse fatkeqësisht përveç se njerëzit vdisnin në realitet, u spostua lufta edhe në rrjetet sociale, por jo për Izraelin, i cili ka vazhduar ditën e djeshme disa bombardime të vogla çuditërisht në Liban. Se di pse e ha Libani kot, thjesht ka kaluar aty edhe në një shpull të pandershme rrugës, kuptohet edhe kryeministri ynë vazhdon bën njëjtën gjë me shqiptarët, han shqiptarët në një shpull të panevojshme dhe të pandershme rrugës, por sot kemi zhvillime, temat i kemi të forta, të ftuarit i kemi shumë të mirë, por edhe ca zhvillimit të tjera makabër të tmerrshme. Duket se në Shqipëri viktimat e para të një lufte të panevojshme janë kafshët shtëpiake, veçanërisht qenë ai në Vlorë që u përfshi në një ngjarje të rëndë të tmerrshme, kafshoi një vajzë të vogël, pitbulli dhe mund të administroj me pjekuri nga ana e institucioneve, u duk se zgjidhja ideale cila ishte? Ta ekzekutonin, azgjësonin. Me sekonda, goxha interesante dhe ajo zgjidhja, por sikur të mos mjaftonte rasti makabër i Vlorës, Tirana, kryeqyteti ynë, duket se është një vend akoma më makabër. Kolegja jon Marsi Korreshi duket se ka zbuluar një vend, si ta quajmë, varrez masive, grop, tmerri, horrori në Lana Bregas të Dajtit, miq të dashur, ku me sa duket dyshohet se është bashkia ajo që i ngordh edhe i ngrin edhe i hedh pastaj nëpër kazan. Është zhvendosur ndoshta nga zona e Sharrës. Po. Auschwitz i qenëve quhej dikur. Po. Deshpëtuan qenë e Kukësit, po s'qefat për ata se u arrestuai para se t'i shpëtonte heroi tyre. I qenëve dhe jo vetëm. I qenëve dhe jo vetëm. Me gjithë të miqtë dashur 069 27 22 27 2, ky është numri i telefonit ku mund të komunikojmë së bashku nëpërmjet mesazheve, telefonatave. Do të kemi një temë për ditën e sotme? Do ta kemi një temë për ditën e sotme, por para se të zbulojmë temën, duam të zbulojmë zhvillimet kryesore që na përcjell redaksia jone e informacionit. Zonja Zotrin, ta fillojmë se është një emision serioz ky. Absolutisht. Ne ta fillojmë me seriozitet. Janë të mira si për herë. Jepi Greta. Lideri i opozitës Sali Berisha ka kërkuar përmbysjen e sistemit aktual mbi naftën sipas modelit të vendeve të rajonit. Berisha akuzoi qeverinë për vendosjen e një barre fiskale mbi naftën e cila i kalon 60% të çmimit dhe që penalizon qytetarët përmes rritjes së çmimeve. Berisha u ndal edhe tek bllokimi i radhës që vendet e Bashkimit Evropian i bën raporti Tibar, i cili është kyç në procesin e integrimit të vendit dhe theksoi se me protestën e 17 prillit shqiptarët do të mbrojnë projektin e ëndrrës europiane. Rama paralajmëroi decentralizimin e onkologjikut dhe vendosjen e shërbimit të kimioterapisë ditore në qytetet e tjera, por pa e shpjeguar se si do të realizohet kjo gjë në kushtet kur barnat janë të centralizuara në farmacitë e QSUT-s dhe mungojnë mjekët e kualifikuar. Gjatë takimit me mjekët në Lezhë, Rama njoftoi edhe vendosjen e tarifave për turistët që do të përballen me emergjenca mjekësore gjatë qëndrimit në Shqipëri. GKKO ka miratuar kërkesën e Evis Berberit dhe 20 të pandehurve të tjerë të gjykohen me procedurë të shkurtuar, ndonse SPAK ishte kundër që për të paktën 3 prej të pandehurve të refuzoi kjo kërkesë, Togat e Zeza e miratuan atë. Ndërkohë gjykata miratoi kërkesën edhe për të vetmin të pandehur që kërkoi gjykim të zakonshëm. Kujtojmë se SPAK lidhi edhe 2 dosje të tjera gjatë hetimeve për ARSH-n, ato të Belinda Ballukut dhe Benet Becit, të cilët janë marrë të pandehur. Gjykata kushtetuese rrëzoi kërkesën e Ilir Metës për lirimin nga qelia dhe nuk mori fare në shqyrtim pretendimet mbi mënyrën se si u arrestua nga policia. Sa i takon masës, kushtetuesja thekson se është proporcionale dhe e lishme, ndërsa për mënyrën e arrestimit argumenton se Prokuroria e Tiranës është duke hetuar rastin dhe nuk ka ende një vendim përfundimtar për çështjen. Vendimi mësohet se është marrë me shumicë votash, por nuk ka pasur unanimitet, teksa gjyqtarët janë shprehur pro, nuk janë pasqyruar në dispozitimin e gjykatës. Ilir Meta reagoi në rrjetet sociale sipas vendimit duke thënë se nuk kishte asnjë surprizë nga gjykata e Lanës.
Kontratat e sterilizimit vijojnë të përfitojnë nga të njëjtët embra. Operatori shtetëror i sterilizimit i ka dhënë pagar një tender me vlerë 250.000 euro kompanisë Gamma Service me pronar Artan Leshin. Ky i fundit ishte emëruar më parë drejtori i kompanisë koncesionare Sani Service dhe sipas fakteve të publikuara në emisionin Plug, ngriheshin dyshime se ky biznesmen mund të ishte prestanome i grupit që kontrollonte koncesionimin e sterilizimit. Bota reagoi pozitivisht ndaj armëpushimit dyjavor mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, me lider nga Bashkimi Evropian, Kina dhe vendet e rajonit që e cilësuan si një hap të rëndësishëm për uljen e tensioneve dhe rikthimin e dialogut. Ndërkohë disa shtete kërkuan kujdes dhe theksuan nevojën që armëpushimi të respektohet plotësisht dhe të shfrytëzohet për arritjen e një marrëveshje të qëndrueshme paqeje. Bravo Greta, super lajme mëngjesin e sotëm, bota arrin paqen, Rama takon mjekët e spitalit rajonal të Lezhë, dipe ato. Pash shumë pamje që... Si thoshte mjeku, faleminderit me këto që ke bërë, nuk e di, na ke mrekulluar me këto zhvillime. Ja, për shumë, dyshin të lutem, se ishte fenomenale në neverinë e vetë, servilosja për dikë që ka bërë 20 vjetë shkollë, një kamion me shkollë. Unë të kisha bëha i shkollë, as nuk rrija në i domë. Spitali ka marrë në goqa formë mirë. Po në kujtojnë nga marrë të gjithë ishte kjo pjesa këte, ishte copa, andi e pastaj fillojnë ndërtimi i ri, po goqa mirë. Në ato të qenë ngjetet për mirësimi performancës mjekës dhe infrastruktura është bë shumë... Preken i dorë vetë. Duke qenë se... Pse më gjaqë? Se ja bona vetës këtë. Se më të rritët performansa e mjekve. Se infrastrukturën e kemi shumë të mirë. Sikur se di që ndodh me mjekët, në çfarë gjendje janë. Në fakt, çfarë dëgjuam në fund, këta e keni në dorë vetë, ishte Ministrja e Shëndetësisë. Po, ajo... E cila i pas kam bërë të donat. Jo pas datës 20. Ata nuk e keni në dorë vetë, si ta përmirësone. Apo të bëni dhe analizat e gjatë gjithë, ose të bëni trajtime, po onkologjikun Lezhë. Këtë gjuar ti me onkologjikun Lezhë. Qendra rajonale luftës ndaj kancerit në Lezhë. Edhe do thonë pastaj shkova ati i ka për Lezhë. Për të kuruar, kuptohet, për të kuruar me gjithatë këto ditët e fundit, duket se kryeministri ka nisur një betejë të dëshpëruar me mullin të tij të erës. Zonja dhe zotërin po përpiqet të bind këtë mundet që në Shqipëri fakti që ka një rritje ekonomike tregon që nuk ka shumë korrupsion. Sigurisht ekonomistët kanë shkullur të gjithë Lezhën që kishin në kokën e tyre. Janë përpjekur fort të mbajnë 5 qime në kokë, sigurisht asnjëri nuk e ka ngrënë këtë dhe ndaj jemi të detyruar ashtu si çdo ditë të pyesim juve. Ty pyesim juve nëpërmjet numrit ton 069 27 22 27 2. Ore Rama. Kot. Sa i korruptuar është sipas jush? Është shumë, është pak. Nuk ka lidhje fare me këtë apo? Është shumë pak. Ai s'është fare, po fajin e ka Saliu. Na e tregoni pak në 069 27 22 27 2. Me gjithatë miqtë dashur, sigurisht edhe kryeministri që ta arrinte ta merrte atë komplimentin atij mjeku e nisi me e bëri një furçë vet. Po patjetër. Ja. Se kuptoi regjia për çka kisha fjalë. Besoj që ne kemi mjek shumë mirë. Dhe kjo gjë le të thonë çfarë të duan ata që flasin rrugëve, po kjo gjë unë e kam konstatuar edhe në biseda me biseda. Se nuk është kuruar kurrë, kam pas praktika të përbashkëta që kam pas mjek kaptanët atje. Ne jemi mjek shumë mirë. Ne jemi infermier shumë mirë. Problemi jonë është Gjermania është prova për këtë. Dhe sepse nuk e kemi traditën e menaxhimit të spitaleve siç e ka bota. Ne kemi shumë traditë të rënë të pikë dhe brillante edhe kjo e fundit, edhe pse kemi spitale që kanë një shekull,
nuk e kemi Si që kanë traditën. menaxhuar këto, para se të vinte rilindja, Nuk e di si mund të jenë menaxhuar më herët, po kjo pjesa që mjekët janë shumë të mirë. Dhe ata që ankohen në rrugëve le të thonë ç'të duan. Le të thonë ç'të duan. Edhe nëse vdesin, le të vdesin. Rrugëve le të vdesin siç. Se nuk është se ka shumë kapacitet. Në pandemi, për shembull, ke dera spitalet, të trotuari përballë. Ne jo vetëm mjekët i kemi aq të mirë, po ne edhe punojësit e karburanteve i kemi aq të mirë sa janë më të mirë se mjekët. Prandaj i çuam në Itali për pandemi. Pompistin. Kujtohet? Nuk të kujtohet? Në pandemi, ne çuam një grup mjekësh dhe infermierësh në Itali për t'i ndihmuar. Po, më kujtova, po. Po, njëri nga ata ishte punonjës karburanti. Aq të mirë, si vërtet. Ju të plugut e keni? Ne të plugut e. Nuk më kujtohet ky detaj. Ai shkoi në Itali punonjësi karburantit. Po. Në vend t'i fuste serumin në ven, i futi pompën diku tjetër atij shkretit. Nuk ishte punëtor karburanti, nuk ishte. Dhe për më tepër, e di çfarë bë këta mjekët tanë, se më kujtua tani. Këta natën e dytë që ishin atje, se shkuan të enten. Po. Natën e dytë ishte e premte. Ishin të gjithë të deuri përzu nga spitali, se kishin bërë festë, nga që ishin në Itali, provun verë të mirë, këndonin Omja Bella, Madonina, kështu gjë, ishin tap, cicë, komplet fare. Dhe i përzun, pastaj dhe hyri ky, u keq kuptuam, tha se menduan se ishin në Shqipëri, se në pinë orar të punës, këtu, po nese gjëra simpatike si këto, sa i korruptuar është Rama, me qëra fjalla të mjekët e tjerë shumë të mirë. Ne kemi mjekë shumë mirë. Kemi mjekë, pa fund. I kemi, po i përzejmë ato, përveç Gjermanisë, ata që janë shumë të mirë, për shembull, kush është më i miri që kemi nxjerrë ndonjëherë? Mos është gjë, vim Prifti. Mos është gjë. Po. Ka ja 5 vjet ai që është dyerve të prokurorisë dhe nuk i fillon çështja. Po më kujtohet dhe Ilir Alltja për shembull. Kushdo që e ka kundërshtuar këtë është pa punë. Ata janë mjek të mirë, ata që kundërshtojnë. Servilët, lepepeqet, si puna atij që sapo ndoqëm Lezhë, nuk janë të mirë, edhe nëse e njohin, mendojnë se e njohin vërtet mirë zanatin, se mbi gjitha pjesa kryesore e çdo mjeku është personaliteti i tij. Njerëzitliku i tij dhe një mjek në Shqipëri që nuk e shef atë që po ndodh vërtet, nuk është as mjek, as njeri. Ka një diferencë shumë vogël nga Hipokrati në një hipokrit. Modeste, ndërkohë miq të dashur, 0692722 është numri i telefonit, mesazhet thonë, ç'thon, mor, pse nuk u tha mjekëve më shikoni mua nudo, e kanë parë nudo mjekët. E shohin rregullisht mjekët nudo Ramën, kështu që nuk është kjo arsye. Megjithatë, më fal, pse në orën 7:10 shkoj mendja te kjo pyetje. Këtë na trego, këtë duam të zbulojmë. Ju përshëndes nga Athina, e vërteta është si drita e diellit. Okej. Ndoshta ka qenë para. A fillojmë me Gjermaninë më mirë? E nisim. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen, Flavio. Wie geht's? Mëngjes edhe ditë të mbarë të dyve. Faleminderit. Po, problemi qëndron se sa i korruptuar është Rama. Kjo është pyetja. Po, sa i korruptuar është që mos dim monat vend. Kjo është problemi. Në ç'u kuptim? Ai pushim, ta kam shkruajtur edhe aty, ta kam shkruajtur, ai pushim në Tiranë, në Iran, edhe zjarri bie në Tiranë. Po. Respekt edhe ditë mbarë. Gjithashtu. E ka fjalën për çmimin e naftës, super lajm, zonja të rritë, Greta Urime, tani jemi gati për të udhëtuar botën me naftë shqiptare. Madje mund të shkojmë dhe në hënë. Nuk e di, me këtë lloj ulje të çmimi, tashi, se di, nuk kam një ide sa përfitime do kemi me këtë. Sa ishte ulja e çmimit, tregoj pak publikut për ata që ka qenë pavëmendshëm? Ka qenë super ulje. Me vërtet? Unë besoj ka qenë diku te 150. Gati falas. Po, gati falas. Nga 224 lekë që arriti maksimum, mblodh bordi, u çliru Hormuzi, ra Irani, u rrit Vigani dhe ullet çmimi në 220. Më lartë se ç'ishte. Wow. Më lartë se ç'ishte kur s'kishin bordin e transparencës. Kujtohet që këta tregtarët mafioza pushta e kështu e quan 218? Po. Bordi e çoi 220. Me bursën e rënd 220 çmimi i naftës se zonja zotrinj, kështu që të rrini drejt dhe të jeni të lumtur. Ndërkohë, një mesazh na thot
Nikol Lesi duhet ishte dekoruar me çmimin lëpishësi i vitit. Okej. Kontekst? Ja, për shembull Nikol Lesi ka thënë Belinda Balluku shkëlqen kudo ku shkel. Njerëz, e para njërë mos e merrni çdo gjë si politike. Nikol Lesi është mashkull. Belinda Balluku është beqare. Një dhe një bëjnë dy. Për ata që po na ndjekin nga radio, po bëj gjeste me dorë, simbole unifikimi. Përse nuk u tha mjekëve më shikoni nudo, ju ndjekim çdo mëngjes, jeni vetëm kanali televiziv që na jepni shpresë për pak demokraci. Videon e Ramës ku i thot nxënësve të shkollës më shikoni nudo, ju përshëndes. Jo se ora 7:26 ende mund të ketë fëmijë që na ndjekin dhe me gjitha ky është një emision mëngjesi ku nuk bëjmë reklama pornografike. Shumë vërtet. Por mirë presim telefonata. Po, në studio. Jepi telefonata, alo mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Të shkretën, jepi. Alo. Urdhro. Përshëndetje. Thoni. Të shkretën, jepi. Unë mendoj që i korruptuar Rama në çdo qeliz të trupit. Madje edhe këpucët. Se flok nuk ka ai, po edhe këpucët i ka të korruptuara. Ato atletet e bardha? Edhe është i vetmi, edhe është unik që korrupsionin e ka certifikuar me vull. Dakor. Kudo që të shkojsh në çdo shërbim, në çdo zyrë e ke certifikuar, do të thonë, korrupsionin. Kjo është ajo që mund të them. Madje nuk e di sa kanë vuajtur për ta gjetur, se është vështirë për gjetur një të korruptuar si ky. Jo, më pse? Edhe Ilir Beqa nuk është ishte në farë. Falenderoj. Falenderoj ty për telefonatën dhe përshëndesim mikun ton. Ndërkohë kuptohet koka e korrupsionit është kryeministri, por vetëm budallaj se kupton. Dhe në vend të tij në burg janë Beqa, Velia, edhe të tjerët. Edhe Ilir Meta thotë. S'është për tjetër çështje fakt, po. Përshëndetje, Syri Edi Rama pati fat me korrupsionin, rriti dhe shtatin, goxha lojtar. Nuk e dim cila ishte lidhja, por qëndron. Ky që s'ja dëgjoj do të emrin, jo më t'ja them, është korrupsioni vetë. Më vjen keq për lodhjen e Osman Stafës për të na vënë në tabaka gjendjen e spitaleve dhe laboratoreve tona, kur ke njerëz si ajo që nuk kishte mundësi të shkonte në një qytet për vizitë mjekësore, por ne vdesim dhe PS-ja nuk na ka fajta. Ajo do votonte e do bënte. Qyna ajo zonja, e bukur ishte ajo. Kujtohet ajo zonja që? Zonja nga Madakastra. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Jepi. Desha thëm sa për korrupsionin e Ramës. Tamam. Është robi më i korruptu, më hajduti që ka Evropa e Ballkani. Po pse e thua këtë? Po është e vërtet. Po. Na jep një fakt. Kemi sistem drejtësie në Shqipëri, mirë se sistemi drejtësisë është i kapur pak a shumë nga qeveria aktuale, po kur flet shtetet më moderne të Evropës, e quajnë korrupsion, edhe Rama është i korruptu. Sa për mjekën. Sa për mjekë. Mjekë mirë ka Shqipëria sa dush, po ka një me Gjermani, Francë, Itali, Zvicër. Atëre, sa për Shqipëri, ka mjekë mirë sa dush, po i ka Rama në parlament aty, që kanë edhe klinika private. Po. Marrën ke parlamenti, vinë ke klinika private, ja fusin nga 5-600.000 të më thonë vizita rapa-tapa, edhe shkojnë nesër prapë një punë ata. Normal. Mjeku më i mirë ma se ka pas Shqipëria, në gjitha vitet e gjitha kroa ata është Ilir Beqa. E futën burë, shkreti me korruptuar. Gjënav. Gjënav, shumë gjënav. Dakor. Respekt. Faleminderit. E përshëndesim, Ilir Beqa është gjënav që është në burg për ato arsye që është, domethënë. E korruptuan të shkretin. Po gjënav. Ilir Beqa do të ishte në burg për gjëra të tjera, po kjo është e vërtet. Është gjënav që është për ato që është. Për gjëra të tjera do të ishte duke u
duke marrë dënimin e merituar, se dhe shtash një gjë tjetër pa shumë. Ndërkohë, fatkeqësisht janë shumë si ajo, këta i quajnë ignorant, e kjo ignorancë po ushqen maskarent e po merr në qafë Shqipërinë. Okej, mirëmëngjes, Flavi dhe Greta. Rama i korruptuar është ofendim, ai është pirat, merr gjithçka. Korrupsioni është fjalë huaj për të. Por ka folur ai për korrupsionin. Ka folur, po. E ka adresuar, e ka luftuar, e ka sulmuar. E ka kapur për për zhelesh dhe për jashtë, ama e pak pesën. Të gjithë ata që na janë, se unë nuk më them na janë vënë përballë, se përballë ne s'kemi njeri me thënë drejtën. Ne kemi mrapa të gjithë këta që na gjymojnë nga mrapa, dhe që krijojnë një zhurmë shumë të madhe korrupsioni. Tani unë nuk them që ne kemi shfaros korrupsionin, por unë them një gjë që mund ta faktoj në disa rrugë, që e para, kur më para Shqipëria nuk e ka luftu korrupsionin si në këtë fazë, dhe e dyta, korrupsioni është më i ulët se çdo herë më parë. Zhurma është më e madhe, patjetër, dhe është më e madhe edhe nga lufta, që çdo gjë amplifikohet në të gjitha rrugët e keq informimit, por është patjetër edhe nga rezultati. Fjala vjen si mund të ketë rritjet korrupsionit dhe të rritjet pagave në të njëjtën kohë. Nuk ndodh kjo në vendet që kanë korrupsion në rritje. Si mund të ketë rritjet korrupsionit dhe rritjet pensioneve në të njëjtën kohë? Sepse pagat e pensionet rriten nga që rriten të ardhurat në buxhetin e shtetit. Korrupsioni prezumohet që i thith të ardhurat nga buxheti i shtetit dhe i çon në pak xhepa. Atëherë funksionon. Kështu që lloga. Këto të dyja bashkë nuk shkojnë. Si mund të ketë rritjet korrupsionit dhe ndërkohë të rritet numri i përfituesve nga garat publike? Bukur kjo. Përmendi dhe garat publike, bukur shumë, e pabesueshme guximi i këtij kryeministri, por e vërtet. Ne jemi këtu dëshmitar të kësaj. Uli zërin televizorit nëse do të marrësh pjesë në emision. Ja, e dëgjova edhe këtë. Më thuaj. Alo. Urdhro. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Jam nga Vlora. Po shumë mirë. Po, sa i korruptuar është Rama. Dëgjoni këtë nënë. Po pse e zilni mëma atë të degeneruari? Këm? Po, mos e zilni mëma, se jemi bërë me alergji me atë maskaran, me atë të korruptuarin, bashkë me ato rrugëse që mbanë me vete. E kuptoj. Do përpiqemi ta paksojmë, zonjë. Unë e shmundi, ore. Ata të tjerë ti kemi mbrapa, po kë kam mbrapa i maskaraj? Kë kam mbrapa? Po hajtoj tani, thoj, ne këtë kemi thuj dhe do ikim pas atje. Po që s'ka një plumb për atë? Një plumb edhe halal ta kështë. Jo, zonjë. Nuk kemi për të zonjën. Por diçka që më kujtua. Ka plug për atë. Ka plug, po edhe unë mendova se kishte plug te këmbgulja u tromba pastaj. Alo, mirëmëngjes. Mirë se erdhe. Me atë ke kontaktuar? Okej. Më thuaj. Do të flet me Flavin. Me Flavin po flet. Okej, Flavin mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Unë kam një mendim këtë kundërt me këtë që kënë zgjedhur aty. Korrupturin na se dërojmë atë legendë. Jo, Rama, s'është korruptur fare. Është natyral. Është korruptuar që dërojnë atë legendë. E kuptoj. Ju përshëndes të dy vejni shumë të mirë. Faleminderit. Jo, plotësisht plotësisht gabim nuk është, ëh? Ai, është diçka në fakt. Tash
Edhe qëndron deri diku. Se për shembull, ne jemi dhe instasi. Dhe diçka shumë e çuditshme, në pikpyetje në një farë mënyrë institucioni më i rëndësishëm dhe i vetmi që harton statistika në gjithë vendin. Çmimet janë rritur gjithandej, kemi diskutuar gjatë gjithë këtyre ditëve, por Instat thot jo. Si jo? Jo, thot, pavarësisht se gjithçka u shtrentua për gjatë muajit mars, Instituti i Statistikave raporton se inflacioni gjatë muajit të shkuar ishte vetëm 2.6% nga 2.5% që ishte në muajin shkurt. Një muaj më parë. Në kohë që karburantet janë shtrentuar në nivelin 40%, ndërkohë që çmimet të produkteve tjera të shportës dhe konsumit përditshëm janë rritur diku te 50-60%. Në këtë nivel inflacioni është poshtë objektivit të shënjetruar të Bankës së Shqipërisë, prej 3%, Banka Qendrore është përgjegjëse për ruajtjen e stabilitetit të çmimeve në vend dhe këtë e bën përmes kësaj norme bazë. Ndërkohë që niveli më i lartë i inflacionit i raportuar në dekadat e fundit është shënuar në tetor të 2022-shit, kur arriti në 8.3%, kur ndikimi kryesor e dhanë ushqimet me 5.1 pik dhe transporti me 1 pik, si rrjedhoi efekti zinxhiri që u shkaktua nga sulmet e Rusisë ndaj Ukrainës. Dhe meqense ka qenë një situatë pak e ngjashme, por çfarë duhet të besojmë? Nëse po e tha Instati, pse ti besoj xhepit tim? Gënjen xhepi. Gënjen dhe ti tjetri. Ja, të vazhdojmë me tjetër telefonat që gënjen. Më thuaj. Do thuash gjë? Nuk do thuash gjë. Si të duash ti. E përshëndesim mikun tonë, vazhdojmë me mesazhe. Ai duhet kemi besim ke gjykata dhe prokuroria. Prokuroria ngre akuza, gjykata jep drejtësi. Ne s'kemi gjykata, ligji ja zbatohet është çështja. Por këtu janë vënë në shërbim të lloshit, këtu duhet ndërtuar institucioni i zgjedhjeve dhe zgjedhjet e lira. Dakord? Ndërkohë nga Franca më thonë, sa herë shoh plugun, skandalizohem, nuk duhet me pas komplekse, por me shku te spaku e mos me lënë ata pushto me në përzyra se janë ata që e lejojnë palloshin t'ju vjedh, thot mesazhi. Dhe doam të ham gjese me dalë në punë, mos na nxjerr Ramën. Ai është një kështu, është një zog. Ai është një zog, thot. Gomari, por është Merimanga e zezë që ka vjedhë, vazhdon mesazhin. Se dje që Gomari bën të zogj. Gomari që nuk bën. Që nuk bën, thuaj. Ndërkohë, jetojmë në Tiranë, në pushim në Iran, zjarë në Tiranë, me Lal Pleon e Ramovicin. Okej, mirëmëngjes, mos na ezini emrin e atij në mëngjes. Kur ta përmendim të shkretet? Se deri në orën 10 kemi kohë japim linjën lajmeve, pastaj Mirëdita nga Milano, transmetojnë këtë se është e para ku një huaj denoncon vjedhjet dhe babëzit e politikanëve shqiptar. Do përpiqemi ta transmetojmë kur ta shohim. Faleminderit për mesazhin. Më thuaj me Greta, më thuaj se të shoh që je. Isha duke parë këtë situatën me One Albania. Çka ka ndodhur me One-in? Na ka vjedhur të kësaj? Ne kemi folur goxha herë në fakt për të dominimin e tregut të shërbimeve celulare nga Çiko Ligopoli ngushtë, nga dy gjigantët, Vodafone dhe One Albania. Gigantët, po të jenë vetëm dy. Dgjoj, ka momente që edhe mund duket vetja i gjatë Greta, kur janë vetëm mund vonë. Edhe shumë mirë. Faleminderit. Po në këtë rast janë dy, dhe të dy janë duke konkuruar me njëri tjetrin lidhur me tarifat të mërësisht të shtrenjta që kanë. One Albania, për shembull, në mënyrë pak cinike, ka njoftuar një rritje të tarifave për abonentët e vet, që do të nisë nga 1 maj 2026. Dhe këtë e ka komunikuar nëpërmjet një mesazhi që është dërguar nëpër telefonat e abonentëve. Çmimet do të rriten deri në 2.2%, bazuar në indeksin e çmimeve të konsumit. Pra, mesazhi përkthehet parimisht në më shumë para për të njëjtat shërbime. Po një sekond. A tha Instati që s'janë rrit çmimet? Këta pse thonë që janë rrit çmimet? Mashtrusa. Merret vesh se kush është duke gënjur. Megjithatë, hetimi i autoritetit konkurrencës ka zbuluar disa praktika që, siç po thonim, përngjasojnë me një oligopol të ngushtë në këtë situatë. Konkurenca reale mungon absolutisht. Mbi të gjitha këta nuk kanë sqaruar ore kod për kuriozitet. Po. I ka thënë autoriteti i konkurrencës, këtyre nga që ishte detyruar t'ia thoshte se është praktika. Ore, çmimet, mirë që i keni kaq. Po si i vendosët, si arritet te kjo lojë kungulleshkash për shembull? Po pra, se lipset një studim i mirëfillt derisa të shkosh në disa. Janë kostot, kaq norma fitimit, kaq do, Jo. Kryeministri, që ta dishti Greta, me votat vjedhura, nuk është as i korruptuar dhe as ai dut.
Po. Por është? Por është? Armik. Ky është termi. Ky është termi, mirëmëngjesi, e keni një pyetje ters, sa i korruptuar. BE ka folur qartë dhe sakt për korrupsionin galopant në Shqipëri, madje edhe Kosu Bëdhall, Rama do në shes tani Kosin për djathtë. Edhe sapun, gjithashtu. Mirëmëngjes, syri sa i korruptuar është Rama deri në palc, pra ka nevojë për një ndërhyrje lumbare, jo diçka kështu të mbar. Një gjë kam unë, Rama është shumë mirë. Segmentet. Rama është shumë mirë. Njerëzit po vdesin nga smundja, bëjmë analizën privat, nuk po flasim rrugëve, por po flasim nga realiteti. Urdhro, do realitet, një pjesëtar i familjes time me kancer, analizat të gjitha në privat. Po për çfarë është spitali shtetëror? Për të vjedhur, Zoti dënoft o të pangopur, thot Mira nga Durrësi. Spitali shtetëror, Mira, që ta dish ti dhe gjithë ata që po na ndjekin, është që të gjejnë aty klientët. Pastaj, më tej të orientojnë në varësi të orarit dhe turnit kur qëllon të shkosh, do përcaktohet dhe klinika private ku do trajtohesh. Shkove para ditës, do jetë mjeku para ditës që ka klinikën e vet, shkove pas ditës, mjeku pas ditës, shkove natën, janë ato tjerët. Megjithatë, nuk është se ka dhe kështu shumë mundësi zgjedhje apo alternativa, se varet nga sindroma për herë. Jo, ai është treg i lirë. As ty rrifen mjekët me njëri tjetrin pse ma mori pacientin. Në fakt, po, i ke vëgjojnë sa theren. S'kan faqë shketet, gjitha konkurencë. E përshëndesim. Analistët përdorin një fjalë, Saliu është i vjetër. Po ju them që Sala ka përpi kafe dhe do haj hallën e këtyre. Okej. Viktori nga Vareze na thotë, çfarë thot Viktori nga Vareze? Një sekond, lexoj mesazhin e Viktorit nga Vareze, telefonata. As Rama vet nuk e di. Ballukja me disa tjerë u konsumuan dhe në vend tyre kanë ardhur kursantët e rinj, si Zeqineja me shoqe. Konsumohen, Viktor, konsumohen. Mirëmëngjes, nuk kanë mësuar të menaxhojnë asgjë. Ja ta dëgjojmë mirë këtë telefonatën. Alo, mirëmëngjes. Mirë se erdhe. Ngrihe pak zërin, lutem, mbaj pak më mirë telefonin. Më thuaj. Që është në televizor për lidhje me korrupsionin. Po. Që aty po shoh se sa i korruptuar është Rama. Aha. Ha? Rama përderisa ka korruptu shefin e FBI me Gonigal dhe ambasadorën amerikane që të nxjerrin Sëriberishën në ngrada të që me thonë tjetër. Aja është kulmi i... Është i lloj rekordi. Rekord është... Dakor, faleminderit zotëri, përshëndesim mikun tonë, ndërkohë ecim me të tjera telefonata. Alo, mirëmëngjes. Më thuaj. Pse është gjithë kjo humbje kohë, nuk e dim ç'po ndodh, duhet të vazhdojmë pa humbur kohë që mos vonojmë asnjë nga ata që na merr edhe në studio. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se vinim. Syri jeni, lutem. Po. Përshëndetje e urime për me emisionin tuaj. Faleminderit shumë. Të lutem. Ish ministri i drejtësisë ka bërë 2 vepra penale dhe a janë rritë në detyrë. Si ka mundësi. Përdesa s'është dënuar, është vlerësuar. Ai vepra penale është vlerësuar. Të lutem, kam kërku disa herë një gazetar thonin, nuk ma ke sill, po ta thëmë se ku është, qa vëndi? Kam të vërtetat të plota që... Së s'kepi besim, po në qa vëndi është? Urdha? Në qfar vëndi është? Unë? Dëgja. Po. Ky ish ministër më ka bërë sondazh në ambasadë amerikane edhe në sistemin e gjithë Shqipërisë. Me pavërteta, me dëme shumë kolosale.
ky rritet në detyrë, në një kohë kur kërko falje thellësisht për demin që ju kemi sjellë ju dhe familjes tuaj. A mund të jetë ky deputet, a mund të jetë ministër, a mund të jetë sot kryetari i Komisionit të Ligjeve? Mbase. Ashtë se shanovë në Shqipëri. Unë ka bon sondash, sigur jam i dënuar 15 vjetë burg, edhe unë jam i deguruar në fakt. E kuptoj. Merre me mend çfarë poshtërsi e ka në këtë botë. Më ka dëmtuar anë, familjen, e nerin edhe familjetin tim. Dakor. Faleminderit zotëri për telefonatën, e përshëndesim mikun ton dhe është momenti. Është momenti që në këtë program ne kemi momenti shumë pritur. Momenti shumë pritur. Infrastrukturën e kemi shumë të mirë, po na duhet pak performancë. E vërtet. Me stedat tonë, sepse stedat tonë ju shqetëson. Është një shqetësues që ndikon sistemi nervor, duke si një gjendje relaksi dhe lehtësimi që përgjithsisht përdoret para procedurave mjekësore ose stomatologjike ose në mbledhje të sikletshme me stafin e punës dhe kolegët e tu, për të çliruar sa të pak frikën, ankthin, por edhe tensionin e përditshëm. Në ndikimin e stedaton, frymarrja bëhet me rregullt, muskujt relaksohen, mendja dhe trupi gjejnë ekuilibrin e duhur. Siç ne do ta gjejmë, më njëherë do ta gjejmë dhe ne, pas një kafe të dytë shqeto, por ju mos u largoni nga ekrani i televizion, qëndroni me ne, rikthehemi vetëm pas pak.